Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahu na madhruar falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë, kërkojmë lëvdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të mënduar me disa porosi dhe këshilla që shpresoj të na bëjnë dobi në përmirësimin e kuptimit të fesë tonë, raporte me Allahun xhallahu ala, po edhe raportet tona ndërmjet vete. Kemi folur deri më tani për disa aspekte të jetës tonë që mungojnë e që mungesa e tyre vrehet dukshëm dhe pastaj edhe jeta bëhet më e rënduar dhe më e komplikuar. Andaj në jetën tonë duhet jemi të kujdesshëm që ta plotësojmë jetën me atë që është e domosdoshme, pastaj me tjerat. Njerëzit fatkeqësisht sot gjërat elementare domosdoshme për jetën ndoshta nuk i kanë shumë parasysh. Kryesisht angazhimi i njerëzve është në atë që ka të bëjë me materialin, me atë që preket, shijohet, përjetohet, kuptimin e jashtëm. Dhe pse krejt jeta nuk është kjo. Jeta është për te materiales, jeta është për te kënaqësisë së epshit. Jeta njeriu ndërtohet edhe në aspektin e tij shpirtëror, në aspektin e tij mendor. Dhe gjitha këtu kanë nevojë për të plotësuar me kërkesat e tyre. Andaj jemi munduar deri më tani që të flasim për disa nga këto aspekte që mungojnë e që nuk mund të zaventësohen me çka do qoftë tjetër në jetën e kësaj bote. Dhe e fundi që kemi folur për te ka qenë turpi. Sot nderuar vëllezër, jemi në një ditë të veçantë posaçme. Jemi në 10 ditët e para të muajit Dhulhijja dhe jemi në prag të festës sonë të madhe të Kurban Bayramit. Andaj me që është gjumaja e fundit para Kurban Bayramit, do të flas sot për disa rregulla që kanë bëjmë me këto ditë, që realisht ne i kalojmë deri në ditën e Kurban Bayramit dhe udhëzime që na përkasin, na duhen për këto ditë. E me temën tonë vazhdojmë inshallah pastaj në gjumatë e ardhshme. Fillimisht të nderuar vëllezër, muaji Dhulhijja është muaji 12 nga muajt të kalendarit hënor, që ne si musliman në bazë të këtij kalendari shënojmë festat tona fetare, unë Ramazani, Fitr Bayrami, Kurban Bayrami e kështu me radhë. Andaj ne jemi në muajin e 12, ky është muaji i fundit. Dhe në këtë muaj, në 10 ditë e para të këtij muaji, është një nga adhurimet më madhore dhe nga shtyllat elementare të Islamit, haxhi. Haxhilet i kemi përcjell, elhamdulillah, të gjithë kanë arritë shnosh e mirë, ata tashmë vazhdojnë me punët e tyne. I kanë atje angazhimet, obligimet e tyne, për çka dhe realisht kanë shku atje. Ne që kemi mbetë këtu, edhe ne kemi obligimet tona, edhe ne kemi udhëzimet që, elhamdulillah, na ka mundsuar Allahu xhallahu ala që në këto ditë, edhe ne të fitojmë shpërblime të mëdha për dhe nga ditë e tjera. Andaj është më rëndësi që çdo musliman të nderuar të jetë i vëmendshëm në këto 10 ditë. Në 10 ditë e para të muajit Dhulhijja. Dita e 10 e këtij muaji është dita e Bayramit. Dita e 9 e këtij muaji është dita e Arafatit. E pastaj me radhë ditë që ne jemi në to. Muhamedi alayhi salatu wasalam edhe me udhëzime gojore, por edhe me shembull praktik në ka mësuar se në këto ditë muslimani duhet jetë i përkushtuar në mënyrë më të veçantë se në ditë e tjera. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, nuk ka ditë që Allahu e dën punën e mirë më shumë se në këto 10 ditë. Domthonë Allahu e dën gjithë punën e mirë. Sa njeriu bën punë mirë, Allahu e dën. Mirë, por në këto 10 ditë Allahu e dën dhe e vlerëson dhe e shpërblen punën e mirë shumë më tepër se në ditë e tjera të rëndomta. Madje në diskutim mes dietarëve gjejmë se ata kanë diskutuar edhe
rreth vlefshmërisë së këtyre ditëve dhe 10 netëve të fundit të Ramazanit. Dhe këto 10 ditë janë madje më të vlefshme se 10 ditë e fundit të Ramazanit. Atë që janë me vlerë. Atë që janë me vlerë. Prandaj duhet mi kushtuar mendje. Fakti se nuk ka për shembull diçka të obliguar shtesë, sikurse në Ramazan që është agjerimi e pastaj kon taravit, është një ambient pak më i përshtatshëm për adhurim në Ramazan. Në këto 10 ditë njerëzit kalojnë normale ditën, por nuk duhet me kalu kështu. Duhet me qenë të përkushtuar në mënyrë të veçantë në shfrytëzimin e çdo momentit të këtyre ditëve në punë të mira. Punë të mira ka shumë, duke filluar nga pendimi, përmirësimi i gjendjes me Allahun xhallahu ala, me zvete, pastaj tek obligimet sikurse namazi, minelgati namazit, shumë më tepër dhe më mirë se në çdo ditë tjetër. Pastaj kemi edhe shumë punë të mira tjera që nuk arrin në nivel të obligueshmërisë, por megjithatë janë punë të mira. Sikurse agjerimi, kush ka mundësi me agjeru këto ditë është mirë. 1 ditë, 2 ditë, 3, 4, sot ka mundësi me agjeru, të ndërmjet është e preferuar. Madje më e preferuara dhe që muslimani nuk bën me lëshu për gjithçka. Nëse ka arsye caktuar po mirë është me qenë i kujdesshëm që ditën e Arafatit, që përkon me kon ditë e ajte, me agjeru atë ditë. Ditën e ajte me agjeru. Për shkak se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend shpëlime të mëdha për atë që agjeron ditën e Arafatit. Haxhilët janë në Arafat në ditën më të mirë, në vendin më të mirë. Ata nuk agjerojnë për shkak se ata kanë tjera obligime. Po ne që jemi këtu, është e preferuar që të agjerohet ajo ditë. Andaj kush nuk ka mundësi me agjeru asnjë ditë nga këto 10 ditë, për arsyet e tij, së paku mos të lënë ditën e 9 të këtij muaji, ditën e ajte, pa e agjeruar për shkak se është ditë e vlefshme, madje është dita më e mirë e vitit. Dita më e mirë e vitit është dita e Arafatit. Andaj besimtarët me qenë kujdesshëm në këto sezona që kalojnë, se Allahu te bareke ve teala na mundson e na lehtëson që ne përmes këtyre ditëve, përmes këtyre sezonave, përmes këtyre mundësive të fitojmë shumë, të pasurohemi në aspektin e shpërblimeve dhe punëve të mira. Kujdesi është i kërkuar dhe zëllshmëria është e kërkuar. Me shtu adhurime, që kjo ditë me qenë, ose këto ditë me qenë, me të vërtet të dalluara në çdo aspekt nga ditë e tjera. Edhe në aspekt në punëve të mira, sikur se thash, minet gati obligimeve, pastaj me agjerim, me përmend Allahun shpesh, kudo që cilës, kudo që ti, Allahun me përmend, me lutje, sikur se subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, këtu e në ditë ku madhnohet Allahu, këtu e në ditë ku përmendet emri Allahu te barek o tala, njëri në shtëpi ti ose ku është dikun vetë që nuk keq kuptohet, edhe tekbire me këndu, Allahu akbar, i dim tekbiret, është e preferuar dhe është e kërkuar që të madhnohet Allahu dhe të përmend emri Allahu xhallahu ala në çdo vend, në vazhdimsi, pa u ndal, pa u lodh dhe pa u mërzit fare. Pastaj sadakaja, me dhon sadaka, e çfarë do punë të mirë, një fjalë të mirë dikujt më ia dhon këto ditë, është më e vlefshme, më e shpëlyer se në çdo ditë tjetër. Dhe krahasaj të ndërlozur është edhe tjetra që do me pas kujdes. Ashtu sikur që veprat e mira janë të dashura tek Allahu në mënyrë të veçantë këto ditë. Ashtu sikur që veprat e mira shpërblehen shumë në këto ditë, ashtu edhe mëkatet janë në këto ditë, domethënë më të qortuara. Në këto ditë Allahu te barekote e urren punën e keqe më shumë se në çdo ditë tjetër. Prandaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm në vazhdimsi në raport me mëkatet. Gjithmonë duhet të ruajt nga gjunat, se të këqija janë probleme, janë njolla, janë sherrë për muslimanin. Me në mënyrë të veçantë duhet të jetë i kujdesshëm në këto 10 ditë. Ta ruan gjuhën e tij, ta ruan veshën e tij, ta ruan syrin e tij, ta ruan në përgjithësi veten e tij se ku po rrin, me kë po rrin, ku po shkon, çka po flet, me çka po mirret, për shkak se këto janë 10 ditë të veçanta, andaj atë që Allahu e ka madhruar, atë që Allah e ka vlerësuar, duhet edhe ne ta madhrojmë, edhe ne ta vlerësojmë. Për shkak se Allahu xhallahu ala të ndrozë këto ditë ka veçuar për çka? Për neve, që ne të fitojmë shpëlime më të mëdha, që të na ndëron Allahu xhallahu ala me mundësi të kohë paskoshme
që mbrana aty në ne të pasurojme sikur që e përmendëm me punë të mira. Në kuadër të këtyre ditëve të ndërmëzër nga tema që diskutohet për to është edhe çështja e kurbanit. Për shkak se tash jemi në prag të Kurban Bajramit, edhe kurbani është një pjesë e adhurimeve të rëndësishme madhore në këto 10 ditë. Normalisht kurbani therrët pas faljes së Kurban Bajramit, nuk bën me thirr përpara, për shkak se nuk llogaritet sakrificë e këtij bajrami. Mund me thirr besimtari edhe sot edhe nesër, po ajo llogaritet një sadaka e përgjithshme. Një sadaka e përgjithshme. Nëse ai që don ti numërohet si kurban i therrur për Kurban Bajram, tamam për atë që është e kërkuar, atëherë duhet me pas parasysh rregullat që janë përcaktuar lidhur me këtë çështje. Domthonë, duhet me ditë mas pari bagtin që e therr, a i plotson kushtet edhe në aspektin e moshës. Për shembull, nëse është lop, do të thonë 2 vjeçare, nëse është nga lloji i delës me kon 6 mujore minimumi, e nëse është dhimbje me kon 1 vjeçare, do me kon mosha, pastaj me kon edhe gjithashtu edhe në aspektin e shëndetit, mos me qenë shumë e dobët, mos me qenë domosdoshmë me tmeta caktuara, që ajo që besimtari e sakrifikon për Allahun xhallahu ala, me qenë domosdoshmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Të ndërmjetësor ka disa çështje që diskutohen lidhur me kurbanin, për shembull nga ato është çështja e thirrjes së kurbanit për të vdekurit tan. Ka njerëz që për shembull thotë për veti si vetë s'po bëjmë me thirr kurban, ama po duhet me thirr për babën që vdek, me thirr për nonën në kështu me radhë. A është rregull kjo punë kështu? Të ndërozur me thirr kurban çfarë do kohë për të vdekurit tan dhe me shpërnda sadakat mish, padyshim se është punë e mirë. Padyshim se është punë e mirë. Kjo është e pakontestueshme. Do me thirr kurban, do me dhënë para, do me ndihmu dikun për të vdekurin që ti do me ia dediku sevapet, në rregull është. Mirë po, kur bie fjala për Kurban Bajram, për kurban në këtij bajrami, atëherë nuk ka nevojë, nuk ka argument, nuk ka bazë që ti dedikohet kurbanit të vdekurit, veç për ta. Disa njerëz nga ne prej natën për të vdekurit e ditën për të gjallët. Kjo nuk ka rregull. Nga se thash, çdo kurban i therrur para faljes së Kurban Bajramit është thjesht sadaka e përgjithshme, nuk është kurban me kuptimin e asaj që ne e bëjmë ditën e Kurban Bajramit. Mirë po, elhamdulillah, feja na ka lehtësuar shumë këtë çështje, andaj besimtari në esencë të vëllezër duhet që të interesohet për vetën e tij më së pari. Për vetën e tij me thirr kurban dhe për familjen e tij. E në njet bën me e përfshi edhe të vdekurin. Për shembull ditën e Kurban Bajramit kur të therr kurbanin kush ka mundësi me therr, e therr për veti, për familje dhe në njet mundesh me fut babën, nonën, vllahun, këto që ka vdek i shkon sevapi kurbanit. Do me një kurban përfshin edhe të gjallët edhe të vdekurit. Nuk ka nevojë me bësh shpenzime që me therr 2 kurbana, një për gjallën e për vdekur. S'ka nevojë. Për shkak se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka therr kurban dhe e ka përfshirë në atë kurban çdo musliman dhe muslimane të gjallë të vdekur. Kështu që elhamdulillah kjo është mundësi e mirë që mos me harru të vdekurit tan, por ata me i radhit, domon pas të gjallëve. Të gjallët kanë përparësi për shkak se ata rreshtin ende në këtë dunjë dhe kanë nevojë për shpërblime dhe kanë nevojë për punë të mira. Prandaj mos veçani kurban veçantë për vdekun, por mos i harroni me i fut në njetin për ata që kanë mundësi me therr kurban. Padyshim që kurbani ndërlidhet të ndërvozur shumë edhe me gjendjen ekonomike të njerëzit. Nëse ka mundësit njeriu me therr kurban, nuk duhet këtë punë me lënë anash të ndërvozur. Normal, nuk duhet me ngarku veten për të mundësive. Nuk ka nevojë barç me marr për me therr kurban, nuk ka nevojë. Nëse merr barç se e din që e kthen fut muajt, e kthen se i pret do para me ardh, rregull është, kurbani në rregull bën, por nuk ka nevojë barç me, nuk ka nevojë me ngarku vetveten me barç, nuk ka nevojë. Mirë po, edhe nuk duhet me lënë anash. Ai që pak ka mundësi, do nuk rëndohet shumë buxheti i tij mujor, nuk lën anash gjëra të domosdoshme për
obligimet familjare, pak luks me lon, pak dosena ansore me lon, e minut dhe pare të ndërëzë me thirë kurban është mëse e kërkuar. Me thirë kurban ka shumë shpërblim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka thirë kurban. Dhe kjo e më kuptu se ka vlerë të madhe nga ibadetit, nga adhurimet më dashna tek Allahu te barekuhu te ala. Me thirë kurban është nga adhurimet më dashna tek Allahu te barekuhu te ala. Dikush pyet për shembull, a ban në kundërvlerë të kurbanit një fukaras me dhënë parë. Pra një kurban kushton 180, 200, 220 vrasë nga kurbani, apo? E çato parë s'po thirë kurban, po ja dho fukaras parë. I themi që për kurban Bayram më e vlefshme ja, më e mirë është me thirë kurban. Pare jap në herë tjetër kur ki mundësi. Kësaj radhe, therë kurban, nga së vetë, therja kurban të adhurim, është ibadet, që Allahu Gjelle Wala e dënë. Prandaj edhe Allahu Gjelle Wala i ka shpallë pejgamberit ti duke thonë, fësalli li rabbike wanhar, falu dhe adhureje Zotin tënë dhe për hir të Zotit tënë, therë. Që ka Allahu Gjelle Wala ka mësu pejgamberin, therë kurban direkt. Edhe historia e kurbanit të ndërëzë është historie lashtë, e hershme, për të regu se Allahu Gjelle Wala gjithmonë e ka mësu njeriun që të thirë kurban. E dini për shembull rrëfimin e dy bijve të Ademit alayhis salam. Të kanë pas një lloj kontesti mes vete, edhe i ka mësu baba i tyre Ademi, sa pejgamberi i Allahut që me thirë kurban. Ka thirë kurban. Pastaj me radhë kanë thirë pejgamber. Ibrahim alayhis salam pastaj dihet pejtive që edhe ka marrë kurbani një kaje tani pak më ndryshe, që edhe ne e ndjekim rrugën e Ibrahimit alayhis salam në mënyrën që na ka mësuar Muhamedi alayhis salatu wasalam. Prandaj porosia ime është që mos me e lën anash çështën e kurbanit. Jo më ngarku për të mundësive, por jo edhe më lën anash valla s'kena mundësi. Pse? Kur të shikojmë për shembull do çështje luksoze, do çështje të ushqimeve kështu me radhë që mundën pa ato, domthonë nuk i lën. Lej ato pak për çit muj spaku. Edhe therrni kurban nga se me thirrët kurban ka shumë hajër, ka shumë bereqet. Madje të ndërozër dietarët e mëdhëbit Hanefi, donë që realisht na e ndjekim këtë rrugë të këtij dietari, e kanë obliguar thirrjen e kurbanit. E kanë të obliguar thirrjen e kurbanit. Për shkak se, domthonë, ka argumente aq të fuqishme sa që realisht është pak të lashëm me i thonë se kjo punë është veç vullnetare. Andaj besimtar nuk bën me lënë anash këtë çështje, sa të ka mundësi, domthonë i mbledh fondet e tij, i shtrëngon mundësitë e tij dhe e thirr një kurban për hir të Allahut mënduar në emër të tij, në emër të familjes së tij, dhe thash mund të inkuadron në këtë jetë edhe ata që kanë vdekur nga familjarët e tij, sigurisht baba, nona apo kushdo qoftë. Se për këtë të ndërrua kurbanit, ka një qërë që qarkullan me të madhe mes njerëzve, për shkak se tash njerëzit po kanë qasën në rrjetet sociale, edhe dikush po poston diçka, tjerë po ka mundësi me dëgju, edhe pse jo edhe këto postime nuk janë të verifikuara, jo gjithçka që del në internet, jo gjithçka që lexoni në Facebook është e saktë. Por duhet me shikuar kush e ka postuar, kush e ka thonë, ose me e verifikuar te hoxha i xhamisë tonë ku falesh hoxh e lexova në rregull, për shkak se të ndërrozur interneti është punë e gjon, është deti pafund. Njerëzit kush don, çka don thot aty. Domthon pa parë është. Veç ulet i thotë dy fjalë edhe njerëz mendojnë se është ashtu apo. A dini sa ka hadithe të pejgamberit sa në internet që janë sakta. S'ka thon pejgamberi se është fare. Ti lexon ka thon pejgamberi edhe e shpërndan. Kujdes, mos shpërndani hadithet të pejgamberit pa verifikuar. Për shkak se ka shumë hadithe që i atribuohen pejgamberit alayhis salam në internet, në Facebook apo në rrjetet e tjera sociale që nuk janë sakta. Nuk ka thonë kështë pejgamberi alayhis salam. Për shkak se njerëzit qysh njënë e përcjellin ato. Ndërsa është nga mëkatet më të mëdha është me përhapur pejgamberin çka s'ka thonë. Nga gjunat më të mëdha është. Dikush thotë po ne e pashë e përhapa, edhe ti je pjesëmarrës në gjuna. Nëse nuk e ke verifikuar te njerëz e dishëm për katës, a është ky hadith i saktë, a bën me shpërnda, a bën me përhap këtë hadith. Asnjëri ka mundësi që nga një jetë i mirë me bo mirë, ka mundësi Allah me hinë gjuna auto. Dhe gjithashtu ka hadithe që janë sakta, po nga ne komentet dallojnë. Komenti është kështu ose është ashtu kështu më radhë. Dhe nga qire që janë prapë shumë domosdoshmë për internet të ndërvozur, dhe njerëz po pyetin shpesh, është e ndërlidhur me çështjen e kurbanit. Don ka thonë pejgamberi alayhis salam hadithi është i saktë. Hadithi është i saktë, ka pikë me dyshën të. E transmeton Muslimi në Sahihun e tij.
Se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të hyjnë dhe ditë e Dhulhijhes dhe dikush për juve don me thirr kurban, kush do me thirr kurban, kjo është për ata që do me thirr kurban, mos të prej thojt e ti dhe mos të prek as nga qimet e trupit ti. Do unë as mjekrën, as mësteqet, as kurgjë, as lëkt. Ka kështu hadith. Mirë, cila është dispozita për këtë çështje? Disa nga djeta ka është ndalume, 10 ditë. Nuk ban njeri as të mi prej as kurgjë. Ka mendim kështu. Por mendimi i shumicës e djetarë është se kjo çështje është vullnetare. Nuk është obligative. Do njeri që do me thirr kurban, nuk e ka të ndaluar me i prej flokët. Nuk është haram. Nëse ka mundësi me përmbajtë soj, do të ishte më mirë për ta. Mi për nëse ka nëve muqiet me prej thajtë s'ka për thelashe. Nuk është gjuna. Ose mërë që gjuna së nga kjes, dhe dikush ka mundësi që përshka kësaj nuk thirr kurban. Dhe tjo 10 ditë së rripa i prej thajtë, pa kështut, ma mirë pras për prej kurban e që. Kjo zban, se është gabim me më nuk shtokën. There kurbanin edhe qetho, gjuna nuk i japë. Gjuna nuk i japë. Mandaj të kemi të qartë, ka mendim të djetare, ne respektojmë këtë mendim, por shumica e dietarëve mendojnë që kjo çështje nuk është ndaluar, por mund të themi nuk është e pëlqyer, apo nëse ka mundësi besimtari më përmbajt, është e mirë, një shaj respekti dhe solidarizimi me haxhit që janë atje, mirë, po nuk është e ndaluar, nuk është haram. Ai që do me thirr kurban, nuk e ka haram të ndërlozur me i prej thojt ose me uqjet, haram nuk është ato. Kjo të jetë e qartë apo. Tek çështja gjithashtu e kurbanit të ndërlozur është me rëndësi me kuptu se kurbani të ndërlozur nuk është thjesht mish që hahet, nuk është thjesht mish që shpërndahet, por shumë më shumë se kaq, shumë më tepër se kaq. Thirrja e kurbanit është më së pari madhnimi i Allahut azza wa jall. Se Allahu xhallahu ala ka madhnu këtë ibadet, edhe na e madhnojmë me thirrjet e kurbanit. Është realisht edhe një lloj falënderimi për Allahun te barekutaala për jetën që na ka dhënë. Që po fëmiu kur të lind, është e kërkuar që me thirr kurban për të. Edhe ti thirr një kurbani çdo vjet, sa të ke mundsi, një lloj shaj falënderimi për Allahun që Allah të ka jap jetën, edhe s'vjet mërnu. Ty e familjes tonë me prit kët kurban, Bajram, një shaj falënderimi për Allahun është thirrja e kurbanit apo. Pastaj është pasimi i rrugës së pejgamberëve. Këto pejgamber kanë thirrë kurban. Andaj ti njeh rrugën e pejgamberëve, veçantë ato të mëdhenj, sikurse Ibrahim alayhis salam e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur thirr kurban. Pastaj është çështje e shprehjes së simboleve tona fetare. Kemi Bajram, andaj të thirret kurban, të bëhet një manifestim, të bëhet një ceremoni, është çështje që realisht i shpërfaq vlerat tona fetare dhe identitetin ton fetar publikisht, për shkak se të ndërozë kurbani është e kërkuar më prej publikisht. Jo me do në rrugë, po domthon me di që floni ka prej kurban, nuk ka çështje msheft. Për shkak ka pe dietar që se kanë preferuar me thirr kurbanin natën, në këtë ditën, që dihet që kena Bajram, kena fest, tash edhe në aspektin e ushqimit me uzhëru pak më tepër, me hungur ushqim më të mirë kështu më radh, për shkak se e kena një festë të posaçme nga festat tona ato. Pastaj është edhe lloj lidhje farefisnore, për shkak se jep mish atij shej respekti që jo që ndoshta familjare ka nevojë për mish, është e ka punë mirë, por është respekti, shkëmbimi i kurbanit mes vetë është një shej respekti, dashnie dhe është një shej lidhje farefisnore, për shkak se ato që ti e ke bërë për Allahun xhallahu ala, tash nuk i qef me ndomë të dashnin e tu, po edhe me përfitu fukarat të varfër që realisht mishi i kurbanit shkon për dobinë e tyre. Andaj dua të them të ndërmozë, nuk duhet me kuptu kurbanin veç thjesht një kafshë e therrëm dhe një bakti që e therrëm dhe mur fund edhe tek e fundit mishin e hajmë apo nuk hajmë. Po i përmenda shkurtimisht disa nga dobit e mëdha dhe objektivat madhore që realizohen përmes thirrjes së kurbanit. Prandaj të ndërmozë timi të kujdesshëm në këto 10 ditë, në adhurim, në largim nga mëkatet, në pendim, në përmirësim të gjendjes, përmendini Allahun sa më shpesh kudo që jeni. Kujdes për obligimet, kujdes nga punët e ndaluara, ndihmoni njëri tjetrin sa të keni mundësi dhe thërni kurban për shkak se Allahu xhallahu ua kompenzon shumë fish, çdo sakrificë që bëni për Allahun xhallahu ala, Allahu ua kompenzon juve shumë fish. Elhamdulillah që Allah nuk na ka ngarkuar për të mundësive, por ai që pak gjen mundësi në këtë aspekt, mos të lën anash nga se tash kurbani është shumë më tepër se një kafshë e therrur, kurbani është shumë më tepër se një mish i ngrënë, nga ato që i përmenda madhnimi i Allahut, e falënderimi, e pasimi pejgamberëve, e shumë tjera nga mirësitë që njeriu i arrin këtë dunjë edhe në botën tjetër përmes këtij adhurimi që pejgamberi kur se kalon përkundër mundësive dhe përkundër rrethonave që
i ka pas. Allah xhallahu ala na e lehtësoft çdo ditë nga dunja, na pasuroft Allah në vazhdimsi me punë mira, me devotshmëri, me shëndet, me mirëqenie në çdo aspekt, me rahatësi, me siguri. Dhe është Allahu xhallahu ala që ta presim Bajramin si është mas miri dhe të fuqizohen raportet tona mes veti, të përmirësohet raporti mes veti, e të mbretëron shoqërinë tonë, familjet tona, respekti, dashuria, vëllëzëria, mirëqenia, solidariteti, bashkëpunimi, këto që Allahu xhallahu ala ka mësuar edhe i ka kërkuar prej neve. Kjo në përgjithësi rana kohës që patëm tash ka kohë e zonit, Allahu xhallahu ala shpërblef për përmendje, për sabrin, Zoti e pranon adhurimin tonë e na përmirësoj gjendjen e përgjithësi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira.